Islami si fe. Islami është i përsosur. A është i kompletuar? A ka nevojë të shtohet diçka në të? Apo jo? Allahu në librin e tij i ka thënë Muhamedit alayhi salatu wassalam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot u plotësova juve fen tuaj. Pra, feja jon, Islami është i kompletuar. Në adhurimet që bëjmë ne ndaj Allahut, nuk ka nevojë të shtohet asgjë. Çdo gjë është e kompletuar, çdo gjë është e përsosur. Pra, në adhurimin ndaj Allahut nuk ka nevojë të shtohet asgjë. Ndërsa në jetën tonë të përditshme mund të bësh çfarë të duash, përderisa nuk bën haram gjë të ndaluar. Ndërsa në fe duhet të bësh atë që ka bërë Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe shokët e tij, nga se rruga e vetme që shpihen te Allahu është përmes tyre dhe feja është e kompletuar dhe nuk ka nevojë për gjëra të reja në fen tonë.